në Beograd, ato 3 muaj? Ne kemi najtë të mamë si me kanë, sidomos familja jonë, se kanë kanë 2-3 lloje kampesh. Një kamp ka kanë që kanë jetu gjithë bashkë, kanë kanë djemë të ri, familje tonë, edhe i kanë dhënë aty me hangër, me pi, i kanë majtë me tana. Po kena kanë, domethënë, pritje për viza kush i halte, për shembull në Itali, në Gjermani, në Amerikë, kudo që ti halte do pritë aty, se ishte si më thonë Kërkonit azil në Amerikë? Ju kërkuat azil në Amerikë? Azil politik? Po, direkt kemi kërkuar azil në Amerikë, po. Azil politik? Po. Nana jeme i kërkoj se kishte tezën aty, në Tuz, se mamin e kam me origjinë prej Tuzit, edhe i tha tezës që do të rri këtu në Jugoslavi, se ne kishim lanë motrën e madhe në Shqipëri, me 3 fëmijë, nuk mujt me marë. Edhe ma dhejnën, ajo tezë e tha, mos rri këtu. Amerika shumë ma mirë se Jugoslavia. Mami tha, nuk kam qesë t'ja kthej shpinën vajzës. Edhe ma dhej, ajo tha, mos rrini këtu, po ju këshilloj, mos rrini këtu. Edhe ne ikme ma dhej në Amerikë. Po me letrat aty dhe kemi me najt, na kanë dhanë me hangër, me pi, me pjetë, gjithat mira, si me thonë. Në Amerikë do me thënë me njerë, ishit mirë? Në Amerikë pasaj kena pas shumë vështirësit madhe, sepse kur ardhë me ne, nuk ishte asë një shqiptarë. Na kanë ardhë me nga 2 shqiptarë, shkodran, na kanë ardhë nga New Yorku, na kanë taku, kanë ardhë me avion. Na kanë taku, se morën vesh se dolme në televizor që jemi një familje dhe nuk po di mu marrë vesh me ta dhe kush ka mundësi të një mojnë. Se ju nuk dinit gjuhë, nuk dinit asgjë? Jo, vetëm unë disha pak rësisht. Kur kthehesh tani Elena, tani që di gjuhën, tani që di gjuhën e ati vëndi dhe di gjithë shka, do më thënë, ose shikon fëmijët e tu, dhe kthehesh në kohë, si me ndonë që qatë të meri si e bëm, apo... Them është sakrifisë shumë e madhe, por nana e baba jem kanë kënë shumë shtypër në Shqipni, si me thanë flasë për periudën, mami ka qenë roba qefse, a mundu për me na, kena kënë 4 fëmijë, a mundu për me na rrite, për me shumë, ka qenë shumë e vështirë me një dhomë gjumit, edhe ate kena marrë me shumë vështirësi, so ka qenë komunizmi shumë i rrept për familjen tonë. Flasë nga ana ekonomike, nga gjitha, as me shku në shkollë, as i gjafë, nuk ka pas as një dritë, dhe këta kanë thënë, o me marrë fëmijët e me nxjerra ne, ose duhet me pa gjithë fëmijët keq. Dhe për një tarë me matë mirë ata mundu me në nxjerra. Po atë natë, nuk ishe frikë do qëllonin, do mbyteshit, nuk i mendoje të gjitha dhe thoshe më mirë të kisha ndënjur se sa bëra këtë gjë, apo së të pyeste njeri? Jo, nuk është se na ka pyet, por mami nuk na ka ba kur dhe me thanë kështu që do ashtu vetëm me vetë një gjafa që ti marrë djanin me vlam do pështoni, nuk e keni problem. Se juve do helleni në ujë, edhe ne do t'i tërhekim ushtat nga veti. A kupton? A, kjo është e ideja, do që do të ndodhi ju do notoni? Po, unë edhe vlau do notonim, si më thanë do ikshim. Natën? Natën, po. Kjo ishte arsyeja dhe, por... Kur qëlluan ata, kur qëlluan, thanë prindrit të hidhen një liqen, apo menduat njërë të... Jo, ishin largë dhe baba tha nuk, aq largë tha baba nuk na ka plumi. Kështu që nuk doli momenti për t'u hedhur. Jo, do shkojmë tha të një se e ditë e mirë të rrugën, tha do shkojmë këtu, tha dhe aty nuk e din kur sa ashtë, ashtu dhe u fut me krejtë, ishte si shumë e thellë aty dhe nuk u shifte asnjë gjë, ishte shumë tërë. Se ne kena kënë tonë shtrim në varkë, me të mlum një përmi një dhe të mlum me plasmas zi, edhe ishte baba vetëm me vela, me vlaun, si kur këto ishin 2 peshkatarë duke zanë pesh. Gjithë të tjerë të mbuluar. Po ata fëmijët e tjerë që u lërinin që qanin dhe vejshlit? No, ata ishin fjetë, nuk dinin gjë. Në gjumë të gjithë. Kishit pirë diçka? I kishin bë gjilpana që ti marrë të gjumi. A kishin bërë gjilpër që të flinin gjithë? Po. Dhe ty s'të ka ikur asgjë nga mendja, ti i mban mend të gjithat natë. Po, vetëm ajo, të më thanë çdo sekondë e atij momentit, unë nuk ka shifshim, por dhe më thanë kur hapet, më thanë drejtën kur hapet ky muhabet, për mua është një plagë.
të del në ëndër Elena? E kujton për shembull kur flet duke sikur je në liçen në asaj nate Bajrami? E kam pas një 3-4 vjet e kam pas atë si kështu sikur po merret fryma ose kur ka kenë shumë nxehtë për shembull dhe kam kenë gjumë dhe kam pas siklet prej nxehtit, më ka dalë gjumi dhe ma kujtuaj moment, domethënë ka dhënë ai moment. Ma ka dhënë atë moment. Ke vajtur në Amerikë te ndonjë psikolog? Ke folur për këtë gjë? Jo, sepse kur ardhme këtu ishim vetëm, adhe në mundu me për me kap, me punu, edhe ishte shumë e vështirë që ti thosha mamit ose babit që nihem kështu ose nihem ashtu, a kupton se nuk e kam marrë për mbrana, e kam luftu vetë. Në momentin që ti je